Seanca gjyqësore ndaj ish-presidentit Ilir Meta dhe ish-deputetes Monika Kryemadhi në gjykatën e posaçme u shoqërua me debate përplasje të forta. Meta lëshoi akuzat të ashpra ndaj prokurorëve të SPAK dhe kryesuesit të trupës gjykuese Erion Bani. Jeni ekstremisht të njanshëm, ta dëgjoj edhe media dhe unë jam këtu si terrorist ukrainas, ju drejtuai ish-presidenti gjyqtarit në një moment replikash. Gjyqtari Bani ju përgjigj se nëse kishte kërkesë për përjashtimin e trupit gjykues, duhet ta paraqiste sipas procedurës. Jeni shumë të mirë, më e mira për jush është Irena Gjoka, ju përgjigj Meta. Monika Kryemadhi dhe avokati Metës, Kujtim Cakrani, ndërkohë ndëshkuan me gjop për shkelje të solemnitetit të gjykatës, pasi nisën debat ndërsa fliste prokurori i SPAK, Sotir Klapi, i cili paraqiti detaje nga hetimi për çështjen e lobimit të ish-LSI në SBA. SPAK paraqiti në gjykatë një listë me 29 persona ku përfshihen biznesmen dhe politikanë si dëshmitar në procesin ndaj Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit. Kjo e fundit pas seancës dau detaje për materialet hetimore të hetimit. E gjitha akuza është e bazuar në 90% të mesazheve në telefon, por të gjitha mesazhet janë jo vetëm të nxjerra nga konteksti. Më herët, apeli posaçëm vendosi të lërë në qeli Ilir Metën pas rikthimit të çështjes për shqyrtim nga gjykata e lartë, çka bëri që avokati i ish-presidentit të shpërthente në kritika ndaj gjyqtares Saida Dollani. Është e paaft si gjyqtare ose është e çmendur se nuk ka mundësi që ti të mos zbatosh vendimet e gjykatës lartë. Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi akuzohen nga SPAK për korrupsion pasiv, pastrim parash dhe fshije ose mosdeklarim pasurie.